përqafoj pak, unë kam normalishu. Afërdita është një 25 vjeçare nga Dibra, e cila kërkon për 7 vitësh fëmijën e saj të mbajtur pengë nga vjerri dhe vjera. Qeshor, korrik, nuk e kanë treguar se ku është fëmia. Thonin jemi në plazh, kam bërë kallëzim në polici, ka 2 vite e gjysmë që po merrem me polici, me psikologe. Fëmia herë e nxjerrin takim, herë jo, sa herë vjen, fëmia është i mësuar dhe njerëzit e kanë dëgjuar që momenti kur zbrit fëmia nga makina atyre, thon çaj me nonën, çaj se do vi policia të marri. Ky konflikt absurd do të niste pas një tragjedie që i mori jetën bashkëshortit të saj në vitin 2018, ngjarje që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e Afërditës, aso kohë 17 vjeçare dhe nënë një foshnje e 6 muajshe. Ka që me një lokal, u hangër buk, kanë qenë 13 veta në lokal, dhe fut një pishëm, ka fut armën, ke dera e lokali dhe ka gjuajtur. Për fat keq, e ka kap lumi dhe ka ndrruar jetë. Pas vrasjes së burrit, ajo vendoset përpara një kushti as pak normal, sidomos kur bëhet fjalë për një nën shumë të re në moshë. Ishte ora 1 e natës dhe më thanë ti, o do rish me qënë këtu, o qënë me vete nuk ke me marë. Pasi nusja kundërshton, ata nuk tërhiqen as pak nga kjo kërkesë absurde. Thirrën babain tim dhe i thanë që ti nuk e për ta marrë vajzën bashkë me qunin. Bën çfarë të duash, mendohu deri nesër. Kuptohet që përgjigja e nusës së re është jo, refuzim që shkakton debate gati në përplasje fizike mes vjerrit dhe babait të saj. Sa si më vra në të kohë dhe unë ishe moshere, kam ikë se thash mos vriten. Do e di qatë fëmi, do e takoj, do e marë. Nëna atëherë adoleshente mendonte që kjo këmbgulje e vjerrit dhe vjerrës do të ishte e përkohshme dhe ata do të kuptonin që po e mbanin peng fëmijën e saj. Por shpejt bindet se ka gabuar. Dita ditës, unë kom pas përplasi me ta që më thoshin hajde kë shtëpia, nuk ta nxjerrim në takim, kë shtëpia nuk kam pas shku, po në Burrel e kam pas taku, po kena pas debate vazhdimisht. Që bën edhe më të ashpra pasi fëmia rritet. Në momentin që vazhdoj quni të kuptu, dhe tha ish vjerra, mu shprej që unë nuk ka mundësi, tha të nxjerr qunin të takosh, nga që ti e moshë vjetër, thash nuk e mundësi, thash ma jep djalin mu, nuk thash të fëmia im, ti e ke gjallun, e kam vdekur e maj për mall të fëmijës tim. Një gjyshe që përdor nipin si objekt për të shëruar dhimbjen e saj, duke cënuar të drejtën e të voglit për të patur dashurinë dhe ngrohtësinë e nënës. Dhe këtë e shpjegon më së miri ky vlerësim psikologjik i 2 eksperteve, sipas të cilit 2 gjyshërit projektojnë fëmijën e tyre të humbur dhe ky projektim e cënon personalitetin e tij duke atribuar një model të gatshëm. Fëmia nuk mund të zëvendësoj babain e tij. Në kushtet e një refuzimi të vazhdueshëm që rrezikon të cënojë raportin e nënës me të voglin, Afërdita vendos të ndërmarrë hapat ligjor për të vënë në vend një të drejtë të mohuar me dhunë. Gjykata e shkallës së parë vendosi që fëmia të më kthehet mua. Ato e apeluan dhe po një lloj dhe gjykata e apelit të vendosi fëmia t'i kalojë nënës. Po këtu gjërat marrin një kthes të papritur sepse 2 të moshuarit jo vetëm refuzojnë të zbatojnë një vendim gjykate, por bëhen agresiv ndaj ishnuses duke e kërcënuar hapur. Unë fëmijë, unë do ta hek atë këtë sa e thjesht, tash mal. Mos më mërzit për çfarë unë fëmijë nuk ka letër që ka mund të ta hek. Pavarësisht kësaj gjuhe të ashpër dhe të tensionuar, nëna e re nuk tërhiqet dhe mundohet disa herë të takojë të voglin në orarin e mësimit. Por edhe në këtë rast ish vjerri reagon me ashpërsi. Në shkollë nuk ka drejt me shku. O do shkoj prap të më shku, prap do shkoj. Edhe di vetë se më ka do shkoj. Po të zgjeta nga shkolla me zgjatë burrin tën. Atë do ta shohim që ujçoj targën e makinës, mos ta lejoni të dalim në katastrofë. Sot që flasim kanë kaluar 7 vite që unë nuk po marr fëmijën tim. Këto ecejake të Afërditës për 7 vite me radhë duhet të kishin një fund të lumtur pas vendimit të 2 shkallëve të gjyqësorit dhe refuzimi i 2 të moshuarve për të dorëzuar fëmijën do të merrte fund me ndërhyrjen e përmbarimit dhe të policisë. Por gjërat nuk kanë shkuar as pak sipas këtij skenari, sepse për mbi 26 herë 2 të moshuarit jo vetëm kanë refuzuar t'ia kthejnë fëmijën 7 vjeçar nënës, por e kanë penguar këtë të fundit ta takojë të voglin e saj. Madje duke demonstruar arrogancë përballë institucioneve. Fëmia dhe e ka dhënë. Jo, a të të më bërë pregesë të temi? O, zotni, unë të flasë të dokumentat, tu shkruja të jo jam plakë. Në kushtet e një përplasje të vazhdueshme dhe këmbguljes së gjyshit për të mos zbatuar një vendim gjykate, u munduam ta bindim këtë të fundit që të paktën momentalisht ta lejonte nënën të takojë me fëmijën. Deri kur morëm një premtim. A do sjellësh djalin nesër? Po. Ku do sjellësh? Unë lishtë. Okej. Fjalë burrash? Po si, patjetër. Edhe të shohësh fëmijën. Fjalë burrash. Po fjalë burrash. Te lulishtja këtu e lotot. Okej, dakor. Mos më ndrysho fjalë. Më në fund një lajm i mirë për Afërditën. Alo. Përshëndetje, zotja Amitësie.
Përshëndet. Jonida Mukja nga Piranjat, gazetarja që lam takimin dje për sot orën 6 tek parku i qytetit. Ku jeni? Jo, nuk kemi ardhur. Pse s'keni ardhur? Po nuk kemi ardhur sepse erdha unë në shtëpi. Ha, Kam lexuar ligjin, unë kam mbrojtje me ligj. kë ke Mia nuk cënohet privatësia në asnjë mënyrë, privatësia e fëmijës. Përveç se nuk e mbajti fjalën duke na shtrënguar dorën si burrat, Hamiti kërkon të ruaj privatësinë e nipit që mban peng. E nga kush? Nga nëna. Ta kishte mbajt fjalën që fillim e kisha marrë atë fëmijë më kohë. Unë jam lodh me këtë gjë. ndërsa ai për të disa të herë demonstron arrogancë ndaj kujtëtoj që kërkon të ndërhy, ne vendosim të vëmë në lëvizje institucionet për të bërë të mundur takimin e nënës me fëmijën e saj. Që në fakt do duhet të ishin angazhuar pa patur nevojë për ndërhyrjen tonë. Nuk përvizim dot plani masave për të burrat, ne nuk shkojmë në burrë. Keni patur plane masash dhe herë të tjera i nderuar dhe çfarë keni bërë? Në gjithë rastet kemi shkuar. Siç keni vajtur, po ke vajtur pra, po siç ke vajtur, je kthyer. Në lidhje me pretendimin për të shkuar në banesë, unë jam i mendimit që duhet të bisedojmë me shefin e krimeve. I cili duket se nuk ka dëshirë të merret me gjëra kaq të vogla sa marrja peng e një fëmie. Çfarë çedon në gjithë këtë proces që nuk kryhet ky ekzekutim? Në lidhje me informacione në gjithë dinamikën e punës, mund t'i drejtojnë drejtorisë vendore, zyrës shtypit. Po zotri, jemi përpara një fakti, të lutem, ke një nën që ka 3 vjeç që s'di ku ka fëmijën dhe e mban gjyshin në majtë të malit atje pa djenit të nënës. Ne sot jemi mbështetje e zyrës përparimore prapë pas kërkesës që ka bërë. Ka nevojë një nën për fëmijën që s'di ku e ka. Dhe për më tepër ai fëmijë nuk ka asnjërin print, nuk jeton. Të lutem, nuk jam i autorizuar. Jo, duhet të jesh i autorizuar si je shef krime. Të lutem. Çfarë keni bërë ju si institucion ligj zbatues i këtij qyteti që nëna të takoj fëmijën dhe të ekzekutohet ai vendim gjykate, që ka më shumë se 2 vite që është marrë. Në lidhje Ja 21 takime përmbarimore dhe nuk ekzekutohet. Me këtë problem, informacionin mund ta dërgojmë nëpërmjet zyrës. Asnjë përgjigje, asnjë vullnet për të zgjidhur këtë situatë. Pavarësisht se nëna e fëmijës është aty vetëm gjysmë metri larg. Sidoqoftë fjalët tona nuk ranë në vesh të shurdhër, sepse pak minuta më vonë afërdita thërritet në zyrat e komisariatit për të depozituar kallëzim. Që është i disati ndaj Ishvjerrit. Ndjehem e kërcenuar që mos t'i afrohem asaj fëmijë dhe mos ta takoj. Emër mbi emër fia. E bëra kallëzimin. Orët kalojnë dhe tashmë ka rënë mbrëmja, ndërkohë që ne ende presim planin e masave që të ndërmarrin forcat e policisë së Burrelit ndaj familjes Hoxha që mbajnë peng nipin në kundërshtim me ligjin. Zoti Lami, përshëndetje. A mund të di çfarë veprimesh dhe çfarë masash të reja morët? Ka filluar procedura ligjore. Akoma duhen procedura ndërkohë janë lëshuar 20 urdhra përmbarimore dhe kanë dështuar se ju si institucion shihni vetëm pas justifikime dhe plane të reja, plane të reja. Të sqarova në lidhje me informacionin. Nuk jam personi kompetent i adresuar për të dhënë shpjegime. Jeni personi kompetent për të zbatuar ligjin siç ju takon. Jo, mos më falenderoni se po bëj detyrën. Bëjeni dhe ju detyrën tuaj siç ju takon. Kjo ishte përgjigja. Duan ende shkresa për të vënë në zbatim një vendim gjykate. Shefi i krimeve na e mbylli telefonin pa na dhënë shumë shpresë, por pak çaste më vonë një furgon policie del nga komisariati, duke u rikthyer pas 30 minutash. Bashk me gjysh Hamitin. Se sot u shoqëru Hamiti, a u shoqëru Hamiti? Po do të shoqërojmë gjithë pa. Se sot u shoqëru Hamiti? Po nuk e di si më shoqëroj Hamitin. Si s'ke shoqëru Hamiti? Jo. Po ti tash një gjë që unë e shoh me sy dhe dëgjoj me veshtë mia, s'ma mohon dot njeri. Mirë. Se ndoshta edhe nuk dim ç'premi. Pavarësisht shoqërimit që ju bë Hamitit në polici, gjërat mbetën aty. Të pasgjidhura, me nënën që kaloi gjithë ditën në dyert e komisariatit pa mundur të takoj djalin e saj. Është data 31 korrik 2025 që përkon me ditën ku pritet të bëhet ekzekutimi i radhës. Të gjithë përfaqësuesit e institucioneve janë mbledhur në sallën e Pallatit të Kulturës, ku pritet që nëna të takojë djalin e saj pas një viti. Që në momentin e parë fëmia shfaq shenja pasigurie që më pas kthehet në refuzim ndaj nënës. Për më tepër, pranë tij qëndron gjatë gjithë kohës gjyshja, e cila e mban shtrënguar dhe nuk e lëshon për asnjë çast. Ata morin nënën shkrem pelodra. Kjo sjellje agresive e fëmijës e ka një shkak, që është i evidentuar edhe nga relacioni i psikologes prezente në takim. Në momentin që nëna fillon t'i tregoj fotografi të çasteve që kanë kaluar bashk, i mituri reagon ndaj kësaj të fundit. Në atë kohë, gjyshja lëviz krahun dhe i mituri largohet duke dalë jashtë zyrës bashkë me gjyshen.
Thënë shkurt, kjo marrëdhënie e tensionuar e djalit me nënën sipas relacioneve është e pilotuar nga gjyshërit, të cilët arrin deri në atë pikë sa kontrollojnë edhe atë takim disa minutësh duke minuar raportin e shenjtë nën-fëmijë. Por ky raport nuk ka qenë i tillë më përpara. Dhe këtë e tregojnë më së miri fotot e shumta që nëna bënte bashkë me djalin gjatë atyre momenteve kur i jepeje drejta nga ish-vjerri për ta takuar. Por le të rikthehemi pak tek takimi i shumë pritur që nuk nisi ashtu siç Afërdita e priste. Prezenca e Hamitit në atë sallë është tërësisht e jashtëligjshme dhe detyrimisht ndikon në gjendjen emocionale të fëmijës. Po ashtu, edhe prania e avokates, përfaqësuese të familjes Hoxha, që nuk kuptohet se për çfarë arsye është lejuar në një moment aq të rëndësishëm për nënën dhe fëmijën. Por marrëdhënie shumë veta. Tash i bie, o do jetë përfaqësuesi ligjor, o do jenë gjyshit në këtë rast, sepse jemi bërë shumë veta. Edhe nga ana e policisë, po pra jemi të gjithë të shtuar sot atu se çfarë po ndodhet, se ekzekutim vendimi është. Vetëm ta kuptojmë tash me dëshirë kush ka ndërmend që ta lëri këtë zyrë, jemi shumë veta për të komunikuar në këtë ambient i nderuar. Kjo vërejtje e psikologës nuk ndryshon asnjë gjë në atë sallë, madje avokatja në mënyrë demonstrative refuzon të largohet. Ne nuk do të largohemi nga këtë sallë. Në procedurën e tij. Por kam bërë dhe data të një shkati. Unë jam në Vendosëm ta përfshim dhe ta ndaj me ju këtë episod jo aq për rëndësinë që ka se sa për të kuptuar se si zbatohen ligjet e shtetit në të tilla ambiente. Ku nënat apo baballarët detyrohen të përballen me persona inkompetent që ndikojnë në raportin e tyre me fëmijët. Qëllimi im është zbatimi i vendimit gjykatës, që ne mos vim më 22 herë në zbatimin e vendimit, por të vim në të zbatimin e vendimit. Fëmija është ndiku, çfarë më bëhen këtë mes tani? Si ta marrën fëmijën? Kjo kërkesë e ligjshme e nënës duket se i nxe gjakrat. Dhe ndërsa tenton t'i afrohet fëmijës, gjyqja e mban shtrënguar pa i lënë as pak hapësirë Afërditës të komunikojë me të. Ose i kanë shokëve ti se mami ime ka emrin Afërdita. Unë e kam njohur mamin tim. Nuk është ta mami im, siç më ka thënë nëna gjyshi. Nuk janë vërtet ato fjalë. Po të rritur. Sa i bukur je bërë. Po çfarë mori dalën shkojmë aty te dodra po çan. Atë shprehje mos çaj ti mund të kush qetësoj, jo mos çaj. Gjatë gjithë kësaj përballjeje, ish-vjera e Afërditës tregohet tepër indiferente ndaj kësaj të fundit, duke mos ia hedhur asnjëherë syt, por pa harruar për asnjë moment të mbajë shtrënguar nipin. Imagjinohet letë se sa ka punuar kjo gjyshe për të armiqësuar djalin me nënën. Po ti si ke thonë një herë për nënën, ti ke thonë për ish-natën që është më Në të vërtetë gjysha i ka folur fëmijës për një nënë e cila nuk është Afërdita, por nusja e djalit të madh të kësaj familje. Fakt që është evidentuar edhe në njëri nga raportet e psikologes. Palët e paditura nuk janë konsciente për rëndësinë e nënës biologjike në jetën e fëmijës. Nuk shikojnë problem as faktin që fëmia njeh dhe quan nën nusen e xhaxhait. Po kjo si nën dhimbse? Na sa e për pjesën e si prezanton nëna të tjera? Se prezanton po prezanton atje, pse ke gabim? Ne edhe ke kapa të fëmijës së çon. Unë dhe vaj për dhe pas e ligjit. Se ju vjen me ligjë, 100% me ligjë, kisha të punuar në shtëpi dhe s'kisha nevojë as të mediatizohemi, as të politizohemi. Në këto tentativa të psikologes për të afruar palët në të mirë të fëmijës, na bie në sy indiferenca totale e kësaj zonje e cila quhet Romina Kurti, përfaqësuese e shërbimit social në Bashkinë e Matit. Nga pamja, duket se është krejt rastësisht aty dhe nuk ka as pak lidhje me çfarë po ndodh, edhe pse detyra e saj është të ndihmojë në krijimin e urave të komunikimit mes fëmijës dhe nënës. Ndërkohë minutat kalojnë pa asnjë rezultat. Nëna ende nuk ka mundur t'i afrohet djalit të saj, i cili vazhdon t'i qëndrojë në distancë. Po të përqafoj pak Në këto momente, kur nëna dhe psikologja përpiqen të marrin fëmijën me të mira, mes tyre hyn ish-vjerri, i cili shërben si katalizator për të voglin. Dhe në pak kohë salla kthehet në një arenë dhune. Brenda, po bëhet një ekzekutim urdhër përmbarimor. Po konfliktohen persona të rritur në prezencë të një fëmije të mitur. Do merren në masa apo do gjejmë në zgjidhje të tjera për të futur. E
gjitha çfarë të gjuam ka ndodhur në prezencë të punojësve të policisë dhe të shërbimit social të bashkisë MAT, të cilët të gjithë në mënyrën e tyre kanë dhënë një dorë për prishjen e procesit. Si ju vjen turp dhe sa institucione të dështuara jeni, të gjithë një për një, jo si punojnëse e policisë. Çfarë masash merrni? Ndërkohë që shikoni një fëmijë që dhe një nënë që thirret. Fëmijën do ta mori mami me të mira, jo natë më. Si nëna me të mira? Në është 22 herë që nëna vjen sot. Kaq. Se kemi njerëz. Ka ke njerëz. Çfarë do të thuash ti me ke njerëz? Çfarë do të thuash ti që ke njerëz? Çfarë do të thuash ti që ke njerëz? Me përgjigje. Të lutem. Çfarë do të thuash që ke njerëz? Çfarë punë bind se keni bërë ju si mbrojtje e fëmijës? Gjithçka ju aksim përgjigjen me shkresë. Po mos më tregosh shkresa, o zonjë, çfarë shkresë kërkon, ndërkohë që je përpara fakti. Ti njësi e mbrojtjes ndaj fëmijës. Do ta kthej përgjigjen me shkresë. Kush është e drejta e fëmijës? Përgjigjen do ta kthej me shkresë. Keni parë juve në seancat e tjera të takimit të nënës me fëmijën që nëna ka qenë e dhunshme? Të lutem, A keni parë juve në seancat të tjera që nëna ka qenë e dhunshme? A keni marrë juve ndonjëherë si njësi e mbrojtjes së fëmijës palën depitores që të punohet me atë fëmijë? Rrini duar kryq ndërkohë që nëna thirret për fëmijën? Kjo është fytyra e punojësve në zyrat e institucioneve shqiptare, të cilët kthejnë shpinën teksa një nënë kërkon të marrë në prehër djalin e saj. Ndërkohë që si gjithmonë në këtë ambient i pranishëm është shkaku i të gjitha përplasjave me një grua të re, e cila prej 2 vitesh e vetme po mundohet të vërë drejtësi në vend. Kërkove herën tjetër që do të vija në orën 6 të erdha, i ngritëm të gjitha strukturat me radhë. Je paligjshme në këtë. Kush është e paligjshme? Unë apo ju? Ti. Unë nuk jam e paligjshme. Unë jam shumë e lishme, mundësisht për aq kohë sa institucionet nuk funksionojnë. Ke mësuar një ligj që as vetë nuk di ta interpreton. Ti dil jashtë, je paligjshme në këtë proces. Ti e di ku duhet ishte. Pra pa hekura vetë, se do funksiononin të gjitha. Dhe në 2 raste që jam unë në dijeni, juve keni marrë fëmijën pa ditur nëna se po shkon fëmia. E vendimit se kushtohet me të shirë në vullnetin e fëmijës. Psikologët tregojnë që fëmia është mësuar nga ajo. Çfarë mund të thuhet për një person që pas një shkaku rreni shnuse në shtëpisë deri në atë pikë sa i mohon fëmijën? Çfarë mund të thuhet për një individ të tillë që i bën sfidë organeve ligjzbatuese dhe pse ka 2 vendime gjykate që urdhërojnë për ta kthyer djalin tek nëna? Po policia e shtetit që bën se hir sa herë që ky shkelës serial i ligjit bën show në seancat e parashikuara për ekzekutim vendimi? Të gjithë juve çfarë jeni këtu? Të dëgjoni ato lloj urlërimash që bën nona për të marrë fëmijën e vet, mos u zhdukni të gjithë ashtu të më ktheni kurrizin. Turp të keni, secili prej jush. Ajo çfarë kemi dëgjuar brenda sallës që më pas ka degeneruar në dhunë është e padokumentuar nga kamerat tona. Por për të kuptuar ato çfarë ka ndodhur, na ndihmojnë dëshmitarët okular. Evladia, ish vjera e zonjës Afrodita Budi, e ka mbajtur të njëjtin qëndrim, pra duke mbajtur ajo djalin pranë vetes dhe jo djali duke u kapur pranë saj. Në atë moment vetë nëna e fëmijës së mitur nuk ka kërkuar asgjë më shumë vetëm se të përqafoj pranë saj fëmijën e mitur, ka arritur ta ketë atë për disa minuta ulur dhe përqafuar edhe vetes, pastaj është bërë e mundur nga zonja pra gjyshe e të miturit që të ndalohej ky proces dhe të filloheshin të shtyheshin midis tyre. Dhe me konfrontime fizike midis ish vjerës edhe nënës së fëmijës, dhunë kjo që është konstatuar më së tepërmi nga ish vjera përkundrejt ish nuses saj. Nga Evladia është godit nëna fëmijës, është godit dhe psikologja në këtë mes, dhe duke qenë që ka pas tensione fizike, inspektorja kërkojnë ndërprerjen dhe shoqërimin pranë komisariatit të policisë. Një veprim kytërsisht jashtëligjshëm i zonjës Violeta Daçi me detyrë inspektore e policisë në komisariatin e Matit duke ka përcyer të gjithë kompetencat e saj. Nuk mund të ndërpritet ekzekutimi nga një inspektor e policisë pasi po merr atributet e përmarrësit gjyqësor në këtë rast që ka qenë inspektoria e policisë. Nuk i takon asnjë proces përveç përmarrësit gjyqësor të ndërpresë procesin e ekzekutimit. Por ky nuk është veprimi vetëm në shkelje të ligjit, sepse me sa duket me një aksion të mirëmenduar punojësit e policisë së komisariatit të Matit kanë vijuar me paligjshmëri në dëm të procesit për të cilin ishin vënë në dispozicion. Ka ndërhyrë pala tjetër që ka qenë Hamit Hoxha, i është kërkuar largimi i këtij dhe kam kërkuar dhe largimin nga policia që ka bërë të mundur largimin jashtë. Por pavarësisht se nga përmbaruesi është kërkuar shoqërimi për në komisariat, policët kanë bërë sikur po e zbatojnë këtë urdhër dhe pak minuta më vonë Hamiti është rikthyer. Duke na bërë të dyshojmë seriozisht për një bashkëpunim të tij me drejtuesit e policisë së Matit. Në këtë rast që ne shohim, duke qenë se është rreth 22 herë që jemi paraqit në këtë zbatim vendimi, ndoshta edhe marrëveshja dhe kompetenca e policisë janë më të cunguara në rolin që do kenë në procesin e ekzekutimit dhe në këtë kampaninë e neglijencë të inspektorëve të policisë për mos zbatimin e këtij vendimi.
fëmia ka thirrur 2-3 herë, o ma. Fëmija ku vajti? Vërtet, fëmija ku vajti? Ato sa do më dëmojsh? Sa tur për ty? Ato dëmojsh? Më vjen keq si të rekim fëmijën ashtu.